Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar, kësaj radhe do të vim me një njoftim i cili ka të bëjë me filmat që po i bëjmë, po kësaj radhe filmi do të jetë kinematik. Pra, mund të shfaqet në kinema. Ka të bëjë me armiqsinë ndaj Islamit. Po e shohim se shumë jemi në kohën ku Islami po sulmohet. Ne e dim se Islami u sulmua çdo herë, po tani pra në kohët e kësaj epoke ose kësaj jete që na po jetojmë, është që po sulmohet në mënyra nga më të ndryshmet dhe më të ashpra ose edhe më të buta, pra në çdo lloj mënyre. Kështu që do të paraqesim një film me tematikë të tillë ku ka të bëjë me armiqsinë ndaj Islamit, me ofendime ndaj muslimanëve e kështu me radhë. Dhe unë gjithashtu përmes kësaj videoje kam shpreh dëshirë dhe du t'i njoftoj hoxhallarët të cilët dojnë me kontribu në dy lloj mënyra. Mënyra e parë, normal se ky film ka me kushtu edhe kushton shumë, sepse filmat kinematik bëhen shumë të kushtueshëm, pra kushtojnë të holla shumë. Kështu që ata të cilët dojnë me na përkrah janë të mirëseardhur, por nga hoxhallarët gjithashtu e kemi edhe kërkesën tjetër që me bashkëpunu në idenë e këtij filmi. Pra, secili hoxh i cili dëshiron me marr pjesë si këshillues, është i mirëseardhur, le të më kontakton dhe do të takohemi inshallah dhe do të flasim rreth këtij filmi që në mënyrë që ta bëjmë sa më mirë edhe sa më të pastërt. Kështu që do të shihemi inshallah në filmin e radhës kinematik. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.